tek pjesa që nuk janë të kënaqur, po nëse shqiptarët asnjë popull nuk mund të jetë kurrë i kënaqur i erë, sepse përndryshe i bie që mos ketë projekcion në të ardhmen, mos ketë ambicie, mos ketë... Unë jam i pakënaqur. Jo, patjetër, pa diskutim. Unë jam i pakënaqur. Ti si mendon, unë jam një shqiptar i kënaqur, unë jam një shqiptar shumë i pakënaqur. Po ti ishe kënaqur, do i kishe lënë politikën. Sepse dua që gjërat shkojnë shumë më mirë dhe di që gjërat mund të bëhen shumë më mirë dhe besoj që disa gjërat di si t'i bëjmë më mirë. Por që kjo nuk diskutohet. Shqiptarët janë të jashtëzakonshëm, janë të jashtëzakonshëm, janë burime energjie të jashtëzakonshëm. Kur mblidhen bashkë, pastaj fillojnë krijojnë disa probleme që vinë si rezultat i një mungese të traditës institucionale, të kulturës demokratike e kështu me radhë. Dhe kam pas dhe i fatkeqësi shqiptarët, ne ti themi të gjitha. Që? Kam pas një fatkeqësi shumë të madhe shqiptarët. Sepse kam pas nga njëra anë një kamp politik ku gjërat kanë lëvizur, ku ujërat kanë lëvizur, ku njerëzit kanë lëvizur, ku ka pasur ndryshime etj, dhe kam pas nga tjetër një kamp politik të marrpeng që është kthyer në një kënet. Është vërtet, është kënet komplet. Dhe kjo është një fatkeqësi kombëtare ajo kënet, sepse ajo afekton shumë të tërën me atë zukatjen e vet të përditshme, e kupton? Kjo është një fatkeqësi që nuk e di, është si për mua, është ai vazhdimi i mallkimit që i ndjek shqiptarët që nga 1912 që gjithmonë një mas gri rreth atyre që janë përpjekur të bëjnë ndryshime, ka krijuar atë magmën që i ka tërhequr gjithmonë këmbët poshtë.